Është interesi publikut që kjo çështje të dihet, a është çështje sekrete, a nuk është çështje sekrete. Rrjedhat të cilat kanë ndodhur më vonë, e deri në ditën e sotme, konsideroj se nuk mund të flasim për dokumentet e klasifikuara, për shkak se tani ka kaluar një stad më lart të konfidencialitetit dhe ka hyrë në fushën e fshehësisë publike. Kjo procedurë filluar më tepër se 2 vjet më herët. Cunime së cilës e kanë përcjell ngjarje të shumta dhe komente të jashtëzakonshme, por pse jo edhe propaganda të pavenda, duke u nisur fillimisht nga paraqitja e denoncimit 3 ditë para arrestimit të klientit tim, nga një portal i cili ka paralajmëruar se vendi do të tronditën nga një skandal. Denoncimi 3 ditë para arrestimit? Po, 2 ditë ose 3 para arrestimit, një portal i Kosovës është prezentuar se do të vend një skandal i cili do të trondit skenën e Kosovës dhe me njëherë pas ti ka rezultuar po ashtu denoncimi i njërin nga deputet kuvendin e Kosovës, i cili ka paralajmëruar një incizim ose video incizim të ndodhur në ministrinë për të cilin jemi këtu. Pra, është përjashtuar besimi në organin e ndjekjes, prokurorinë dhe në policinë. Rrjedhat të cilat kanë ndodhur më vonë, e deri në ditën e sotme, konsideroj se nuk mund të flasim për dokumentet të klasifikuara, për shkak se tani ka kaluar një stad më lart të konfidencialitetit dhe ka hyrë në fushën e fshehësisë publike, për të cilën është e njoftuar i gjithë opinioni i Republikës Kosovës edhe më gjatë. Pas në shqiptimin kryesor, çështja penale sipas aktivit të Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, dhe të nxjerrë në rrezeta e dorë i kanë vitë aktiv zora të shkatëveprës penale bashkërive të zhvillimit të ditës të ato autoritetit qytetar, nga 1.4 kanë në dhejë në parë 2 dhejë në parë në rrethmetën e kodit penal. Andaj duke pas parasysh pasojat të cilat mund të lindin në të ardhmen, gjykatës i propozoi që ta obligoj prokurorin speciale, me qenë që është organi i akuzës, që të inicioj procedurën. Po avokat, Po pyetja e gjykatës është lidhur me publicitetin e seancës. Po që kjo është bashkëga. Të i propozoi prokurisë inicimin për deklasifikim të dosjes së rezervave shtetore e me pas të vendos a do të mbahen të hapura apo të mbyllura seanca. Faleminderit shumë. Pasi që jem para një dileme për të bërë të seanca e hapura apo të mbyllur, për publikun që është interes i madh për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, unë si avokat mbrojtës për ligjshmërinë e dokumentit i cili konsiderohet sekret, kërkoj nga gjykata dhe i propozoj gjykatës që çështja kryesore të merr një mendim dhe të bëni vlerësim a ka qenë e ligjshme apo s'ka qenë e ligjshme dokumenti sekret, një vendim apo një mendim, a ka qenë e ligjshme apo s'ka qenë e ligjshme ky informacion sekret, për të na mësuar dhe për të hapur porta ne që të hyjmë në çështje dhe të bëjmë administrimin e kësaj procedure. Është interesi publikut, propozimi konkret. Po, është interesi publikut që kjo çështje të dihet, a është çështje sekrete, a nuk është çështje sekrete, nga ana e gjykatës, i cili do t'i heq dilemat.